Përshëndetje njerëz, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Për të gjithë ju që jeni të rinj, unë jam Milda edhe ju falenderoj pafund që klikuat për të bërë këtë video, ndërsa për të gjithë ju të tjerë që keni qenë besnik në kanal që në momentin e parë që unë e kam hapur, ju përqafoj fort sepse e di që unë kam bërë shumë mungesa edhe kjo është një arsye më shumë pse u falenderoj pafund që jeni akoma duke i parë videot e mia. Edhe kështu unë tani për momentin jam duke bërë gati për të shkuar në punë. Por jam në më dyshje se çfarë të vesh, kështu që sa mirë do ishte të kisha edhe juve këtu që të merrja një sugjerim. Ndërkohë, nesër kemi për të shkuar në një udhëtim, unë jam pushim në një udhëtim. Udhëtimi thënshi sepse do shkojmë diku 2 ditë, premte, shtunë, diel. Po. Këto 3 ditë do kemi marrë një Airbnb edhe do shkojmë edhe uroj që të jetë bukur, kështu që mezi po pres të shkoj edhe aty. Edhe këto streset e punës e të gjitha bën atë të vetëm, kështu që një pak çlodhje dhe pak shkëputje nga kjo jeta e përditshme, mendoj se do më bëj mirë. Ndërkohë unë vesha këtë xhupin, e di që nuk duket fare bukur, por nuk është se më intereson shumë. Është i shkurtër, është pak i trash, do doja pak më të hollë që kur të hidja xhupin tjetër sipër të mos duki, do hedh xhupin tjetër sipër, do marr edhe shallin edhe të nisem. Kam pak fare që kam ardhur nga puna edhe çfarë kam marrë me vete do thoni juve. Voila! Një çantë super të madhe me gjëra. Gjithashtu kam edhe një xhup gjigant që kam vendosur aty tek dhoma sepse nuk më nxite kjo çantë dhe kam marrë një çantë tjetër. Edhe gjithashtu këto pantallona që sa cute që janë. Lala. Edhe këtu poshtë janë të gjëra që mua më pëlqejnë super shumë, sepse nuk e di, të gjitha këto pantallona që kam pas marrë te Zara, tuta që kam marrë te Zara më përpara, ka qenë nga ato të mbledhura këtu në fund, ose kanë qenë të gjëra, por kanë qenë super të gjata, edhe nuk më bënin, kështu që këto i adhuroj. Tani, do t'u tregoj se çfarë kam marrë. Kjo është çanta e vetme që kam marrë për këtë vit edhe jam shumë krenare për veten time, sepse nuk është se kam harxuar lekë, dhe të gjitha këto kam bërë më pak se $100, edhe do ta shikoni se sa shumë gjëra duke përfshirë edhe xhupin kam marrë. Tani, fillimisht është kjo xhaketa këtu, ky blazeri, që nuk e di, e kisha me dëmendje sepse kjo është një copë shumë kështu pak si e leshët edhe është më shumë për periudhën e vjeshtës se sa për tani edhe mund të mos e mbaj. Nuk e di, më duhet ta provoj edhe sa bukur po më duket në fakt me këto pantallona. Nuk e keni idenë se sa po më pëlqeka. Kjo e gria me të verdhën. Tu mbacka. Nuk duket keq në fakt. Madje po më pëlqen edhe me këto, edhe xhepat i paska super të gjerë. Nuk kujtohet tamam se sa ka bërë, por që fillimisht ka qenë 89 e duhem bërë llogarit kështu. Por këtë nuk jam shumë e sigurt nëse do ta mbaj apo jo, sepse kam shumë gjëra në dollap, të cilat dua t'i pastroj, nuk e di nëse do më bëhet e mbar, po si të kthehem nga udhëtimi që kam këto 2-3 ditë, apo jo. Shikoni çfarë kam gjetër tjetër. Unë i dashuroj këto lloj pantallona kështu për t'i mbajtur nëpër shtëpi sidomos, por që unë nuk është se kam problem shumë edhe të dal këtu vërdall nëpër lagje, sepse New Yorku këtu ka gjë të mirë edhe të keqe njëkohësisht që mund të veshësh edhe këto, por nëse i stilon bukur, besoj se nuk do ishte problem t'i vishi edhe jashtë. Këto kanë qenë $45 më përpara, nuk e di sa i kam marrë diku tek $6, $7. Edhe discounti do më thënë që janë goxha lirë, edhe më duhet i provoj për t'i parë se si më rrinë. Por që këto të verdha që kam veshur janë super. Tani,
për të mos u ndarë atyre, çfarë kam marrë tjetër. Këto më pëlqyen akoma më shumë, isha me dyshet i marr apo jo, sepse më duket kam ndonjë palë të tjera aty brenda. Edhe po këto nuk e di nëse do më bëjnë apo jo, sepse janë pak të ngushta, janë shumë të ngushta. Këto duken edhe pak për fëmijë, por nuk e di, por janë shumë të mira dhe nëse i shikoni janë super. Këto gjithashtu duhet i laj këto të verat i vesha pa lar, por që do kisha bërë mirë t'i laj edhe këto para se t'i vishja. Gjithashtu kam marrë edhe këtë këmishën. Këtë e mora më shumë sepse më pëlqeu ngjyra, nuk kisha asnjë këmishë të kafe me vija, edhe thash, okej, po e marrë këtë. Ka edhe këtë pjesën me këto detajet e vetë e fundit këtu, edhe të mënga, dhe ne ka 2 fish këtë. Oh, look at this. Okej, e pas ka deri në mes të krahut, që unë nuk e dija, dhe ne ka deri në mes të krahut këtë pjesën, mendoja se kishte vetëm pjesën e kyçit, por që ka interesante, ndërsa këtu ka vetëm pak fare në fund, edhe shikoni edhe të qepurën, por që gjithsesi mirë. Është shumë oversized, edhe pse është masa më e vogël, është goxha oversized. Unë do ta provoj se si më rri edhe të shikoj. Por e doja më shumë për pjesën e ngjyrës sepse nuk kisha asnjë kështu. Kam vetëm një këmishë silk, që është e kafe, por kështu me vija nuk kisha, edhe prandaj mora. Kam marrë vitin e kaluar një të blu me vija dhe kam veshur 100 milion herë, kështu që thash nuk do ta humbas këtë. Edhe ngjyra që unë kam filluar të dashuroj këtë sezon është e verdha, nuk e di pse. Ka filluar që vjet në fakt që e dashuroj shumë, edhe jam duke munduar kështu që të gjej këto kombinimet e bukura. E kam bërë edhe pistu. Edhe kam marrë këtë, do e doja, kjo vjen pak më shumë në limon, do e doja pak më ndryshe këtë të verdhen, por gjithsesi, duke qenë se mora me ofertë, nuk është se po kërkoja shumë, thjesht e pash ngjyrë të verdhë dhe thash, okay, kjo është e imja. E mora, duhet i provoj të gjitha sepse nuk e di nëse do i mbaj apo jo. Edhe shikoni çfarë kam marrë tjetër. Një palë pijama të tjera. Janë të njëjta si ato të jeshilet, edhe kjo është masa më e vogël e mundshme, edhe pse duken pak kështu të mëdhaj. Tani mua gjatë gjithë kohës nëpër shtëpi do më shikoni me një bluzë të bardhë si kjo, edhe me këto lloj pantallonash. Mora edhe këtë fustani, ky më pëlqeu pafund, kjo ngjyra e xhinsit, prandaj edhe e mora. Edhe pse nuk është se kam ndonjë fustan xhinsi, doja pak më ndryshe, kam parë një, por që nuk ishte masa ime, ishte gjithashtu në ulje, por që nuk ishte masa ime dhe ndaj nuk e mora. Por edhe ky nuk duket i keq, kam menduar ta vesh me një palë çorape të gjata, ndoshta me ngjyrë, ndoshta të bardha, nuk e di, edhe të nxjerr pak jakën e këmishës këtu dhe mendoj se do duket shumë bukur, por do ta provoj. Mendoj se në periudhën e verës ta veshësh me ndonjë nga këto këmishat me ngjyra, ndoshta edhe po ta lidhesh pak këtu, do dali shumë bukur. Do ta provoj një herë nëse më bën apo jo, sepse duket pak e ngushtë dhe unë nuk dua shumë të ngurë sepse unë preferoj të parë rehatinë dhe pastaj këto gjërat e tjera. Çfarë kam marrë tjetër? Okej. Këto pantallonat e shkutra të cilat unë gjithashtu i dashuroj. Edhe këto pantallonat e shkutra i dashuroj sepse nuk janë ato të shkurtrat fare që të jesh në siklet kur ecën, por do më duhet gjithmonë që ti provoj sepse nuk e kam idenë se si më rrin. Këto çmimin fillestare kam patur 45.90 dhe unë kam marrë me 80% ulje, plus discountin që kam si punëtore, edhe nuk e di sa lek tamam, duhet të shkoj të gjithë te aplikacionin që kam bler. Nuk e di për juve nëse përdorni aplikacionin e Zarës apo jo, por unë mendoj se është një shpëtim sepse më përpara mua më humbisnin shumë këto fatura, nuk i gjeja edhe shumë herë i kam mbajtur gjërat sepse nuk dija se ku kisha faturën, sidomos tani që nuk e di për në Europë apo jo, po këtu në Amerikë ka ndryshuar këto rregullat e kthimeve të gjitha dhe duhet patjetër të kesh faturën për të bërë një kthim. Kështu që ajo pjesa e aplikacionit më ka shpëtuar vërtet sepse i kam të gjitha blerjet, të gjitha kthimet aty, edhe nëse më ndodh një gatrec me lekët apo të gjitha këto, i kam aty të sigurta edhe mund të ble dhe online direkt, nuk ka nevojë që të shkruaj kartën 100 milion herë të gjitha këto. Kështu që do këshilloja edhe juve, nuk më ka paguar Zara absolutisht që të them këtë. Kështu që po a them vërtet se mendoj se do ndihmoj. Gjithashtu mora edhe këto, kjo ishte $2 apo $3, por unë kam që vitin e kaluar që jam e fiksuar me ngjyrat edhe dua që të vesh ngjyra në verë. Më përpara kam qenë vetëm tek e zeza, ndoshta tek këto ngjyrat e errta, gri edhe të gjitha këto,
por tani dua ngjyra sa më të hapur, sa më të ndritshme, sidomos në këtë periudhën e verës tani. Edhe ndaj mora edhe këtë, mund ta kombinoj me xhinse, mund ta kombinoj me pantallona dhe do duket shumë bukur. Nuk e di se si do më duket kur ta provoj. Unë kam edhe pak sikletë në fakt pjesën e shpatullave sepse më duken shumë muskuloze këto edhe kam ato. Unë në fakt kam pak komplekse me veten sepse pjesën e shpatullave e kam pak muskuloze, po themi, e kam goxha të formuar, kështu edhe nuk e di, e kam siklet kur vesh gjëra kanatiere dhe gjëra me rripa. Por këtë vit kam thënë që do e shumëzoj çdo mendim të tillë me 1-0, edhe do vesh edhe nuk do më interesoj asnjë gjë sepse na ka dhënë Zoti trupin edhe nuk është se mund e kam unë në dorë për ta ndryshuar këtë gjë. Kështu që kjo do vishet këtë vit me siguri. Deri tani nuk kam veshur asnjë robë që nuk është e gjerë dhe oversize të gjitha këto, por mendoj se ka ardhur koha që të vishem pak shumë me elegancë, po themi. Edhe bleva këtë gjën. Kjo ka këtë pjesën e gjoksit këtu të hapur, nuk besoj se do duket gjë sepse nuk ka që të duket. Kam vendosur që të vishem pak shumë më ndryshe dhe të mos jetë në ky tomboj që kam qenë gjatë gjithë jetës time, por të jem pak më elegancë edhe gjithashtu i kam thënë vetes që Ilda këtë vit ke për të veshur më shumë taka. Kjo në fakt më ka pëlqyer shumë që kur ka ardhur një collection, por nuk është se e kam marrë sepse ishte $50 dhe thash nuk është se kam për ta veshur aq shumë herë sa për ta marrë kaq, por tani që e mendoj mund edhe ta vesh goxha herë sepse e para ngjyrën e ka një ngjyrë që mund ta veshë shumë herë, e dyta mund ta vesh me këmish, mund ta vesh me një ndoshta bluze të ngushtë poshtë kjo që un kam tani. Por do duket bukur me denim, do duket bukur edhe me pantallona, edhe më pëlqen goxha pafund kjo pjesa e asimetrisë. Kjo këtu është e hapur goxha, edhe ky fustani është një dashuri më vete, isha me më dyshe sepse nuk e di ku ta vesh. E ka këtë pjesën e belit goxha të theksuar edhe këtë pjesën këtu pak të fryrë dhe ndaj më pëlqeu shumë. Pjesa më e bukur është kurrizit, i cilin e ka të hapur, ka vetëm këtë pjesën këtu. Edhe ka edhe pak shpatulla, jo aq shumë sa ta kem problem, sepse unë nuk i përdor shumë këto të shpatulla, duke qenë se unë i kam pak të gjëra vet. Edhe kështu që me zi po presi të kem një rast për ta veshur këtë. Këto ishin blerjet e mia, kam marrë edhe atë xhupin e madh që po përtoj shumë ta marr këtë moment, do ta tregoj ndoshta pak më vonë. Tani nuk e di se çfarë do bëj më përpara, sepse ora është diku tek 5:46. Unë më duhet të bëj valixhen për nesër gati, më duhet që të gatuaj edhe për të ngrënë diçka sot. Edhe gjithashtu më duhet që nesër të ngrihem goxha herët për të shkuar andej. Edhe nuk e di se çfarë do bëj para, por që di që duhet i bëjmë edhe me qëra fjala që nuk ra fare, kam vendosur këtë kolltukun këtu tek pjesa e sallonit dhe më pëlqen pafund. Pëlqen shumë edhe kështu, edhe si kënd për të folur së bashku. Ndërkohë që unë jam duke folur, nuk e kam provuar këtë mikrofonin nëse punon apo jo. Uroj që të punoj. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? U bëra gati, kam bërë edhe valixhen me vrap, kështu mbrëmëroj që t'i ke marrë të gjitha gjërat sepse unë kur ikej kështu kam frikë se mos harroj gjëra.
Edhe vendosa kapuçin sepse unë kam dhe këtë pjesën e migrenës në gjitha këto nuk dua që të më filloj dhimbja e kokës direkt sa të nisem në udhëtim. Vesha këtë xhupin sepse nuk dua atë xhupin e madh kur të jem në makinë pasi nuk është se do ecim shumë. Edhe tani po shkoj sepse ja duke më pritur poshtë dhe unë nuk jam bërë gati akoma. You are my pill, I swallow it. Take me away to Neverland, where colors fade my disbelief and make me forget my memories. Rent a car you can't afford, put on a song that we both know. Let your hair out in the wind, put the pedal to the floor, flame your light, take a smoke. Put your broken rip-off wafers on. Doesn't matter if the sun goes down, we'll still be up, still be up. Don't care about the place we found, we'll still be up, still be up. We're in this together, we both fall down. Doesn't matter if the sun goes up, cause we will still be high when the lights out. Kemi 3 rushka të Vicki. Sa të mirë që janë. Sa të mirë që janë. I dhash pak bukë dhe o kënaqet. As we go, live for the moment, lose control. Rent a car you can't afford, put on a song that we both know. Let your hair out in the wind, put the pedal to the floor. Hello nga dita tjetër, unë erdha këtu sepse dua të rregulloj pak këto pjesët e bijuterisë time, duke qenë se mora këtë raftin dhuratë për Krishtlindje, nuk i kam bërë akoma, thjesht i kisha hedhur rumull këtu. Tash që të marr kohën tani këtu me juve, do t'tregoj pak për atë udhëtimin që kisha. Edhe po i sistemoj edhe pak këto ndërkohë. Edhe doja t'u tregoja që u kënaqja shumë në udhëtimin që bëm, sepse ishte komplet ajo shkëputje nga ky realiteti, nga puna e të gjitha këto. Edhe mendoj se njeriu ka nevojë një herë në nuk e di, në 2-3 muaj që të bëj një shkëputje të tillë, sidomos edhe kur ka ngarkesë goxha tek puna edhe stresi dhe këto të gjitha, e dini ju që punoni. Por edhe ju të tjerë që jeni student, besoj se keni është e njëjta ndjesi. Edhe gjithashtu kur i kam dhënë për të ngrënë drerëve dje, nuk e di, ajo ishte komplet, domethënë kështu e paparashikueshme sepse nuk e prisja. Edhe unë si njeri kështu frikacak që jam, nuk e prisja as nuk e mendoja që unë mund të bëja diçka të tillë, por që ju afrova atyre drerëve, ishin shumë të mirë. Por pasi i dhash të gjithë bukën edhe s'kishim çfarë të hanim për vete më vonë, i mblodhëm të gjithë shokët me sa duket kanë vajtur, i kanë thirrur, edhe erdhën goxha më shumë drerë të shtëpia dhe për një moment u friksova se thash mos na vënë ndonjë gjop këta të Airbnb-s, sepse ndoshta nuk duhet i kishim ushqyer të gjitha këto sepse mund të shkojnë edhe më shpesh tani që e dinë që aty është dikush që mund të kujdeset për ta e t'i japi për të ngrërë. Edhe po e mendoja se sa të vështirë të ta kem për të gjetur ushqim, sidomos në këtë periudhën tani që është ftohtë, është borë dhe nuk e di me çfarë ushqehen, ndoshta edhe banorët aty që janë apo pushuesit i japin diçka për të ngrënë, por që më erdhi vërtet shumë gjumna. Tek ai fshati ku shkuam, kemi pas shkuar edhe më përpara. Këto i kam marrë komplet tek Timuja, po i mora diku në fund të verës se nuk i kam përdorur asnjëherë. Edhe siç po thoya tek ai fshati që ishim këtë herë, kemi shkuar edhe më përpara. Edhe më përpara kemi bërë një xhiro me tren që ishte shumë e bukur. Do ishte akoma më e bukur nëse do ishte kjo periudha e vjeshtës apo periudha e verës ku pemët ishin të çelura. Edhe e kemi bërë gjatë periudhës së dimrit, edhe të gjitha pemët ishin të zhveshura, nuk ishte më gjithë poshtë, edhe ishte pak bardezi, domethënë e gjithë pamja, por që gjithashtu edhe ajo ka atë rëndësinë e vet. Edhe nisë por kënaqem shumë edhe shkuam edhe aty te fshati, pim një kafe dhe kështu xhiro me tren nuk bëm kësaj herë sepse nuk është se ja vlente për arsye se kemi qenë një herë më para dhe ishte e njëjta gjë. Ndoshta po të ishin stinët ndryshe mund të kishim bërë, por që u kënaqa pafund edhe tani që erdha në shtëpi doja që të ikja përsëri. Nuk e di se sa e gjatë ka darë kjo video sepse nuk është se u mora edhe shumë e vet andaj sepse doja që ta shijoja e doja të shkëputesha nga
çdo gjë, nga çdo realitet, madje edhe në Instagram nuk është se kam postuar shumë. Por dëshiroj që ta shijoja plotësisht edhe të mos e vrisja mendjen po jo kamera këtu, jo dola mira atje, jo dola këtu, edhe të gjitha këto, kështu që e shijova për vete dhe tani u po mendoj që ta mbyll videon këtu edhe bateria është duke më mbaruar, kështu që fiks në kohë. 1, 2, 3. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the